që kryeministrin ton ka njerëz si e duan. Më kupton, ai është si është, do ta diskutojnë në podcaste, njerëzit nuk e duan, ka shumë protesta. Po ky njeri që ne nuk duam, pas ka një njeri që e dashka. Kush është ai që do? Po, tani kush e di kush është. Tani duhet lëshoj makinerit okulte, kush janë këta që mund ta duan Ramën. Kush doli atëherë, duhet kthehemi te skandali Watergate i Nixonit, të kuptojmë kush ishin ata që donin ta mbështesnin Nixonin atëherë, edhe të përpiqemi të identifikojmë ato profile në shoqërinë shqiptare. Po me sa di unë, kanë qenë gjithë bizneset VIP atëherë të Amerikës, që mblidhen, domethënë kush janë bizneset më të forta, gjona që biznese, jo botë e krimit, se njerëzit janë akoma këta e mban botë e krimit. O shok, të mban ai që shet perde, e të mban ai tjetri që shet pllaka, e ti kujton se ai që shet drog tani ka dalë modeli 2 se ka fillu bota e biznesit, po gjeneron më shumë lekë se droga. Drogën e merr me 1 e shet me 3. E ke fitimin er 2. Këta po marrin një palë çarape me centa, po i shesin me 2-3.000 lekë. E kupton ti e merr 100 lekë, e shet 3.000 lekë herë 20. Droga e ka herë 3. E kupton? Bosi çarapeve është hy në krahasim me bosin e drogës, se njerëzit rrin akoma te droga. Mos u merrni me drogë mo, merrni me çorape. Po çama merru kot me drogë, edhe të gjemon dhe policia. Po edhe me çorape s'lien ato. Po unë po të marrë raportin e fitimit tani ti. Merrni me break, me break kanatiere, shifni në një gjë pambuku në Afrika. Lot. Okej, këta nuk pasurohen se shkuan sakrifikuan diku, por me lidhje me politikën ruajnë lekët e doganave, tatimeve, kesh, drita, UKT, troç na ruaj ne, thot. Pra, këto a dëmtojnë këta popullin shqiptarët? Po shifë që ndodhe, në qoftë se këta nuk do vidhnin, Shqipëria do kishte standard më të lartë. Po bashkë me standardin rritet dhe presioni fiskal. Do me thënë, nuk do në mbani 15%, do në mbani 30%, se i bi që ke standarde. E kupton, dhe teknikisht edhe... Po në animojnë ne, do me thënë. Edhe po mos të vjedhin këta, edhe të bëhet mirë, ne prap do të hamë. Se ne jemi konsumatori fundor, ne e hamë gjithmonë. O vllai, perlë. Pra, më mirë që këto po na vjedhin, do na merr të shteti më shumë taksa. Po, se po ti lini... Do pagunë më shumë taksa. Po mos ishin këta që vjedhin, do ngrinë... Kena ranë qaf kot, më vlla. Kena ranë qaf kot. Po jo mere me qeshur ti, po do vesh se ka 35%. Se më paraqikoni më. Po se kështu pra, tani qofse ti do kishe ujë 24... Kishe shkumenje, më sinqerisht, nga që jemi fokusuar vetëm një pik, bam, edhe që na the këtë më plot. Tani mendoj kështu ti po të kishe ujë 24 orë, do e blej litrin me kaq sa e blen? Ata s'ta rrisin ty çmimin e ujit, se e din që s'furnizojnë do të tërkohës me ujë. A i ke vënë sa më shumë për mirësohet. Por të shkit nga tema i papam, do. Më qëndron nga jo të gjitha më përse ky Agasi këtu thohet të burqivithe. Domethënë ky ka qenë krye hajduti, ky ka vënë gjithë hajdutët. Po. Me këtë i bi që ky ka qenë heroi i kësaj teze. Po. Me gjithë të tjerat. Domethënë nëse vjedhja na bën mirë, sepse nuk rrit presionin fiskal. I bi që ky ka qenë heroi i kësaj teze. Po, pra, general qaf kotër për zotin. Do të më bëj protestë. Prandaj shkuan do të protestës më ram që shkuan ke drejtoria e policisë për çfarë shkuan atje? Ç'është? Mos ndoshta thonë lironi Agasin se s'pingjojnë. Ka edhe më në një lekë ai kot mi kalon ashtu. Mi kaloi xhiu ti, ha? Po. Po çfarë i shërbente? Tu ha byllë se ai tjetër që ka qenë qelish, ç'a ju bëjmë këtyre. Është e imja protesta, jo. Ore është e imja. Ja shive ti si thua. Se tani do bëj vend në një terren. Po vërtet ç'lidhje kishe me shku ke drejtoria më plak. Ja, ose ti jam pyetë, unë ta jap një lidhje, ti do 3 versione tani. Do thash pa një unë. Mund të jap 2, e kupton? Ma jap një tjetër amun. Po ja, kodi vajtën këta si të fortë ja të kapëm. Se faj këtyre ka qenë ose fiks fare që ta bënde. Sot të shkojmë të themi lironi Agasin në vlla, se ai do të jetë heroi më, sinqerisht ky do jetë titulli. Agasi është heroi shqiptarëve dhe Shqipërisë më. Ai na ka mbrojt ke xhep atë. Po normal presion fiskal ku gjendë. Pra nëse nuk do kishim Agas ose Agasëra, shif çdo shërbim. Ne do të harxhonim më shumë nga xhepi jon apo. Çdo shërbim që ty të përmirësohet në Shqipëri, qofse ti s'kishe drita e merrje energjinë me 0.5 lek. Tani që ke drita e merr me 1.5 lekë shoq.
E kupton? Ta kanë 3 fishuese thotë, "A ke tërkohës energji, e ke të mirë, vjen për ditë, e ke parasysh, e ke nuk tikën kurrë." Edhe veç rrit dritat. Uji nuk është rritur. O plak nuk jam duke dëgjuar më, me vërtet. Ore, Jo ti fol tash sa më shumë ti nuk ke. po dëgjoj dot më thuj ti thuj gjon më të bukur. Po, nuk të po ngeli dëgjoj. me nga ty, po jo. Ngele ty valla, ish hero. Ulje S'më kishe shku presionit menja. fiskale, mo. po. S'më kishe shku Korrupsioni. menja, nuk e di a jeni dakord ti pyeset ata, po e marr Po. guximin ti pyeset ata që po na ndjekin valla. Ergysa gazin du ta shpallim hero valla. Po, në një aspekt, po, i bie. Po jo në një aspekt, në të gjitha aspektet, nga do që të rrotullohesh ai du të jetë Atë hero. po të mo. mbaje përgjithsinë ti, ku dëgjon? Bie më përgjithsinë, Jo, qofse forma mendon si e se shpjegove, valla, po kështu i bie pra tani, domethënë, në qoftë se gjëra do bëheshin, uji nuk është bërë, e kushton lirë, nuk është rritur uji. Futemi shohim statistikat e çmimit të ujit, nuk kemi lajmërime, vendime KMSH-ra, KSHM-ra, që thonë që të rrisim ujin. Se s'kena ujë. Siç më the ti, s'ke biles maganete munja 2 ditë pa leça do kem thënë ai Futi vëlla. disclaimer. Po, mund më ketë rëshkitur, mbas se Goja s'kam tu qenë ju vetë. kërkojmë ndjes miq. Po, Pra po ju s'kemi kërkoj ndjes edhe unë nëse kam fol keq për X-in ato të Y. UKT-s, për atë drejtorin e UKT-s, për kryeministrin, për Po. po dion, për çdo Ndje- kënd nga ata që kanë lidhje me ujin që vjen më shtëpi edhe Ti- Seldit. Ju Po. kërkojmë ndjes. Se tani Thjesht- ty të erdhi mu po mik. Po ku dëgjon tani valla, na e pason njëri tjetrin. Po, he, pa mbas ti e Ora sa bregu. më Po, theti mua të disclaimer që the ora dil bë shumë merdi uji valla. Erdhi Pa e uji. bë publike akoma. Po, mjafton thot ai, u ndërgjegjësua ky, më jo këta të lexojnë dhe mendimin. Po pse atë dimne që na lexojnë edhe mendimin. valla. Po, domethënë Pert. Shpërndajeni live se edhe pak minuta do të jemi se normalisht edhe Seldi ka do të ka ndajemi, detyrime të tjera, do të ndajemi kështu. Edhe ta kemi. Pa vazhdojmë atë pyetjen unë. A doni që si? Pa ç'a doni? Si s'doni ju valla ju. ja të punë doni. Altin, Seldi është valutë as sikur në vend të Arjan Konomit. Po. Atë ditë thot në vunot të ishte Seldi, ai që të jepte fiq mikut thot. Ora, Arjan Konomi, Gjobaxhi i kush e? vjetër dhe Arjan Konomi e lëshoi golin tek për tek protestuesin më gangster, ja thash Altinit, Arjan Konomi është që i vajti më afër e çoi zërin e protestët. Protestuesat e Arjan Konomin duhet ta bëjnë ero. Që është një njeri që e sulmoi aq afër. Mu mendoj që Arjan Konomi duhet të jetë lideri i protestës. Atë menja. Se ai vajti çoi zërin e protestës, valla, a protestoi Arjan Konomi? Po. Se Arjan Konomi nuk vajti atë ta shante. Po jo më fikse ai Ti nuk ka. thosh dhe o njeri që ke dalë laguriq, që do me thënë quhet para gjykimi karakterit Po, ti. ai ka pi kauzë, valla, pse keni gjobit tu, s'keni gjobit te, ka ai kauzë. Se ti Ka ai si gjë drejt, kryeministër ke shkelur atë drejtën e po. parkimit. Tu ka drejt, bravo, është me ka Domethënë edhe ai- kauzën dorë, ka edhe ligjin. Edhe ku- protest. Shkeljen e ligjit edhe protestë, edhe ka shku Protestoj. më afër. Më i Ka shku afër ke ti. personi fiks, jo Fiks, ke godina, ngjitur. jo Ju ke rinit me drita fik. murin aty, Po, rin me babam. mur, po. Ma ju do ju bëj objekt, mund t'ju bëj dhe Aty statuja shku si aty. kinema në fakt, aty ke Ore, protestë. shok, mund t'i bëj statuj, po të temën siç bëri kinezi, kokrat e Instalacione, kinezëve, kështu. instalacion, thot protest 100